Në bazë të parashikimit për situatën hidrometeorologjike të përkeqësuar brenda dhe jashtë gjirit të Vlorës gjatë datës 8 maj 2026, duke filluar nga ora 8 e datës 8 maj 2026, pritet të erë në drejtim jug-juglindje, me forcë deri në 6 deri në 7 bft shpejtësi, 15 deri në 20 metra për sekond dhe lartësi dallgësh nga 1.50 deri në 2.50 metra. Është ndaluar pajisja me leje nisje e mjeteve të vogla lundruese dhe atyre të peshkimit që synojnë të operojnë jashtë gjirit të Vlorës, duke filluar nga ora 8 e datës 8 maj deri në orën 22 të datës 8 maj. Me qëllim parandalimin e çdo rreziku apo situate emergjente për shkak të kushteve atmosferike, kërkojmë bashkëpunim të gjitha subjekteve dhe institucioneve që ushtrojnë veprimtari në fushën e detarisë për marrjen e masave të nevojshme dhe rritjen e gatishmërisë së ekuipazheve. Anijet e transportit ndërkombëtar detar do të vazhdojnë të operojnë normalisht sipas destinacioneve përkatëse. Përmirësimi i situatës hidrometeorologjike për mjetet e vogla lundruese dhe ato të peshkimit pritet pas orës 22 të datës 8 maj. Era e fortë që ka përfshirë qytetin e Vlorës ka sjellë pasojat e para. Për shkak të fuqisë dhe shpejtësisë së saj, që ka arritur deri në 20 metra për sekond, janë rrëzuar 2 pemë në zonën e Transbakanikës, si dhe në brendësitë të lagjes lungomare. Në vendngjarje kanë ndërhyrë forca zjarfikse, të cilat kanë bërë të mundur hapjen e rrugëve pasi pemët e rrëzuara kishin bllokuar një pjesë të rrugës. Ndërkohë, kushtet e motit dhe era e fortë kanë sjellë pezullimin e lundrimit detar deri në ditën e nesërme.